Përshëndetje miqtë e mi dhe mirë se erdhët në YouTube channelin tim Tarot Spirit Therapy. Për ata të cilët më ndjekin në Instagramin tim Tarot Spirit Therapy, mirë se erdhët. Për ata të cilët janë të rinj në këtë platformë, ju them se kam një Instagram Tarot Spirit Therapy në të cilën unë hedh postime për interpretimin e simboleve të ëndrave, gjithashtu dhe për shërbimet e mia të cilat janë disa për lexime personale. Le të shohim së bashku këtë lexim i cili do të fokusohet në mesazhin që universi kërkon t'ju japi në këtë periudhë ose t'ju orientoj se çfarë do të jetë më e mirë në këtë periudhë. Fillimisht do fokusojmë pak energjinë dhe më pas do bëjmë leximin së bashku. Unë do dëshiroja që ju të mbyllni syt në mënyrë të tillë për ta filluar me një energji pozitive këtë lexim. Mbyllni syt dhe merrni frymë thellë. Në momentin kur ju merrni frymë, merrni energjinë të cilën ju kërkoni të pastroni energjinë negative të brendshme. Pra merrni një frymë dhe mendoni që ky ajër që ju merrni është i pastër, është energjik dhe pozitiv. Në momentin kur ju e çlironi frymarrjen tuaj, ecni me ritmin tuaj, në momentin që ju e çlironi këtë energji, atëherë ju mendoni që e gjithë toksiciteti i mendimeve dhe i periudhës në të cilën ju jeni aktualisht nuk është më, pra po pastrohet. Pastroheni nga energjitë negative dhe nga mendimet e ndryshme që mund të jenë në mendjen tuaj. Okej, mund të hapni syt. Ky tingull ndihmon për të qetësuar mendjen dhe në të njëjtën kohë për të larguar energjitë negative. Pra gjithmonë të mendjes. Unë sot kam menduar të bëj diçka ndryshe. Kam marrë këtu letra orakulli, në të cilat ju do të zgjidhni kush ju tërheq më tepër. Pra kemi 3 letra. Orakulli. Zgjidhni kush nga letrat ju tërheq më tepër. Kush nga këto tërheq më tepër fokusin tuaj. Mund të ecni intuitivisht, pra me numrin 1, 2 ose 3, por mund ta bëjmë edhe me imazh. Kështu që e keni më të qartë se cili prej imazheve ju tërheq më tepër. Pra ju shikoni se cili prej imazheve ju tërheq më tepër. Letra e parë është kjo. Po mundohem të bëj fokus. Letra e dytë është kjo letër. Edhe letra e tretë është pikërisht kjo letër. Atëherë, cila nga këto 3 letra juve ju tërheq më tepër? Dhe më pas do të fillojmë leximin tonë me numrin 1. Më pas numrin 2 dhe numrin 3. Numri 2 dhe numri 3 po vendosim në anë shlecimit. Atëherë le të fokusohemi fillimisht, po mundohem që e bëj më në të tillë që të jetë vizualisht më e qartë për ju. Numri 22, po të plotësojmë si numrat e dyja, 2 + 2 bëjnë 4. Ju në mënyrë numerologjike, le themi, jeni në një periudhë në të cilën kërkoni stabilitet. Mendoj që është një periudhë në të cilën universi ju thotë që keni shumë bollok dhe
do të keni. Jeni persona që ju pëlqejnë të jepni. Atëherë, ju mund të keni qenë njerëz të cilët që të vegjël ju kanë pëlqyer gjithmonë të luanit me kafshët, të jepni njerëzve të cilët kanë qenë në nevojë. Unë mendoj që, ose ndjesia që më vjen me këtë letër është pikërisht që ju jeni të bekuar. Mund të them që fati ju ka sjell gjithmonë mjaftueshëm. Ndoshta jo ashtu siç ju të dëshironit në mënyrë egoike, pra që mendja juaj kërkon shumë më tepër, por në aspektin shpirtëror unë them se ju keni mjaftueshëm. Dhe kur flas shpirtërisht, flas që jeni të bekuar me prindër, jeni të bekuar me shëndet të mirë, jeni të bekuar me shkollim ose me arritjet që ju kërkoni në jetë. Pra keni gjëra të cilat ju jeni mbështetur nga universi. Në krahasim për shembull me fëmijët që mund të jenë në luftë, që lindin, apo me fëmijët që mund të jenë të ndarë nga nëna dhe babai që të vegjël dhe mund mos t'i njohin, pra mund të rriten në shtëpitë e fëmijës. Pra ju nuk e keni këtë energji. Dhe sigurisht ky është një lexim i përgjithshëm dhe jo personal, por në energjinë që ndjej në këtë letër më thuhet që universi ju ka dhënë goxha bollëk dhe ju i keni këtë shpirtin e mirë falendërues që ato çfarë un kam, pse jo t'i jap edhe atyre të cilët kanë nevojë. Është një letër në cilën ju thuhet që nëse jeni në një energji që thoni përse univers, përse Zot nuk kam mjaftueshëm, përse ato që dua më vinë me kaq shumë pikatore, pra nuk më vinë me bollok, nuk kam ato çfarë unë dua. Në fakt universi po ju thotë që e keni perceptimin e gabuar në këto momente. Ose jeni të mbi ngarkuar ose të lodhur dhe perceptimi juaj është i ngushtë, sepse në fakt ju jeni të bekuar dhe mos harroni, universi ju thotë në këtë lexim që ju keni mjaftueshëm. Dhe atë që ju keni duhet të jeni gjithmonë mirënjohës. Ka një gjë me mirënjohjen që njerëzit të cilët nuk janë mirënjohës në atë çfarë universi jep, ndodhë njëherë të shgënjehen ose atëherë të kuptojnë kur mbasin shumë gjëra që pas kanë pasur goxha. Pra një nga gjërat që universi sot ose mesazhi do thoja shpirtëror që ju do të merrni numër 1 është pikërisht që ju keni mjaftueshëm dhe mos e krahasoni veten me njerëzit e tjerë apo mos thoni që unë nuk kam, pse më vijnë gjërat, sepse realisht nëse ju keni duke pritur diçka, më thuhet që do ju vinë gjëra goxha pozitive, shumë të mira, ashtu si kundër gjithmonë jeni mbrojtur nga ana shpirtërore dhe nga universi. Le të shohim letrën e tarotit që është Major Arkana për leximin e sotëm për ju të numrit 1. Ju e ndjeni veten dhe është shumë interesante sepse letra e parë flet për bollëk dhe letra e dytë flet për restriction, për le të themi për ndalesa të ardhjes të këtij bollëku, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë, sepse realisht ju jeni në një energji në cilën ju e dini që mund të jepni më shumë, ju e dini vlerat tuaja, por nga ana tjetër situata aktuale duket se nuk është mjaftueshëm ose situata aktuale ju ka bërë me të jeni me kokë poshtë. Pra, rrethanat ose njerëzit ose rregullat e punës që ju kërkoni apo të marrëdhënies që ju kërkoni duket se është disi e limituar. Dhe ju ndjeni këtë energjinë që si ka mundësi unë dua të jap më shumë, unë dua të bëj më shumë, por realisht po shoh që në fakt kam gjithmonë bllokime dhe ndalesa. Dhe këtu në fakt është një leksion karmik që ju merrni nga universi, duke thënë që nuk është thjesht bllokim universal. Janë disa energji karmike që mund të vinë nga jeta e parshme në varësi të karmës së secilit, por këtu kemi një leksion karmik për të kuptuar që përse mua po më bllokohet kjo, por ndoshta sepse nuk është puna eksakte që unë duhet marr, apo sepse unë duhet të shoh një mënyrë tjetër përqasje për të arritur qëllimin tim. Pra kemi këtu një lloj reflektimi dhe një lloj forme analize se si mund të arrijmë gjërat në një që ne kërkojmë në këto momente.
Dhe nëse ne hapemi shumë duke kërkuar shumë gjëra njëkohësisht në një periudhë të ngushtë, mund të ndodhë që vërtet ndjejmë energjinë bumerang që na vjen dhe na godet, edhe pse ne kërkojmë t'i bëjmë gjërat sa më smooth, t'i arrijmë gjërat sa më shumë në kontekstin ose në ato çfarë ne kemi si plan, por realisht ato nuk shkojnë sipas planit tonë, sepse aty ka diçka që ne duhet të reflektojmë. Dhe ka shumë njerëz që nuk e dinë realisht profesionin e tyre ose ku realisht ata duan të vlerësohen ose të punojnë për një periudhë të gjatë kohe. Ka nga ata njerëz të cilët e dinë shumë mirë vlerat e tyre dhe janë në marrëdhënie të cilat i pengojnë për të qenë ata vetë ose për të arritur qëllimin ashtu ose marrëdhënien që të jenë të lumtur të dy palët. Dhe në fakt, në çfarëdo lloj bllokimi që ju mund të keni, si në atë ekonomik, si në atë profesional, këtu është një lloj reflektimi, një reflektim i cili mua bie karmik në të njëjtën kohë, por edhe logjik, pra çfarë ju duhet të bëni për të arritur këtë bollok, do thoja, për të arritur qëllimin tuaj, sepse këtu ju keni një qëllim, ju jeni duke luftuar për diçka, ju jeni duke thënë, unë dua të arrij këtë marrëdhënie për shembull dashurore, se këtë qëllim profesional, por si mund ta bëj? Atëherë letra ju thuhet që e para mos e krahasoni veten tuaj me të shkuarën, sepse po ta shikojmë kemi edhe kokën të orientuar, të drejtuar në majtas, dhe për ata cilët e njohin tarotin ose për ata cilët duan ta njohin tarotin, një element kyç është që kur imazhet shohin në të majt, tregojnë për të shkuarën. Nëse imazhi të sheh përballë, tregon për të tashmen, dhe nëse personazhi pra shikon në të ardhmen, në të djathtë, atëherë tregon për të ardhmen e vet. Konkretisht, ju jeni duke parë të shkuarën, ose çfarë keni arritur më përpara, ose qëllimet dhe dëshirat tuaja në të shkuarën, ose shpesh duke krahasuar edhe njerëz që keni njohur në të shkuarën, marrëdhënie të cilat janë prishur, apo situata me njerëzit, se si ju kanë trajtuar, pengesa nga e shkuara që vijnë edhe godasin ose prekin akoma të tashmen. Pra kemi goxha pengesa që vijnë nga një energji që i ka zanafillën në të shkuarën, nëse mund ta shoh dhe mund ta them në këtë formë. Kështu që mesazhi universal i universit këtu ju thuhet që mos shihni në të shkuarën, mos e krahasoni veten tuaj me versionin se çfarë keni qenë disa vite më përpara. Aktualizoni me atë që ju jeni tani, me përvojat që ju keni marrë dhe keni mësuar me jetën e tanishme, dhe sigurisht më pas mund të shihni se si mund të bëni më mirë, sepse realisht ju keni goxha për të thënë, dhe po jeni njerëz që keni shumë unë të thoja me fat, jeni njerëz me fat, pavarësisht se ju si mund të shihni veten tuaj. Të shikojmë 3 letrat e tarotit të tjera për numrin 1, çfarë na thon? Mora 2 letra, po marr edhe një tjetër letër. Eksaktësisht mua më përforcohet këtu mesazhi. Po ta shihni këtë letër, personazhi është brenda, pra është një angjëll në këtë rast, por është brenda një kafazi që është i hapur, duke i treguar që perceptimi juaj është i limituar. Ju mund ta çlironi veten tuaj dhe jo ta mbani të mbyllur. Unë do ta shija kafazin jo vetëm një lloj perceptimi i limituar momental, por edhe çfarë është e shkuara juaj, pra që ju mban të lidhur ose të varur në këtë energjinë e së shkuarës. Jeni personat që për të arritur gjërat, disa mund të jenë dhe shenje e luanit, ose mund të kenë ascendentin e luanit, por jo domosdoshmërisht. Kjo më tregon për më tepër për energjinë që ju për të arritur gjërat gjithmonë duhet të luftoni, nuk ju vijnë gjërat smooth, dhe nga ana tjetër ju del letra e rilindjes, dhe letra në të cilën në të njëjtën kohë do të thoja, atëherë, unë ndjej që në të shkuarën tuaj, ju jeni lënduar ose dikush ju ka trastuar. Dhe kur flas trastim mund të jetë dashurore, por jo vetëm, edhe njerëz që ju keni dhënë goxha besën dhe ju kanë tradhtuar dhe akoma ju mund ta keni në shpirt që si ma ka bërë ky person këtë gjë. Dhe në këto momente në jetën tuaj po ta shikoni si një gjarë për shkëtu, ju e keni akoma të shkuarën. Eksaktësisht njësia që më vjen për ju të numrit 1. Më thuhet që ju mbani shumë barën e së shkuarës. Jeni njerëz shumë të mirë, me një energji goxha pozitive, ju mund të jepni dhe mund të bëni shumë në jetën tuaj. Dhe po njerëzit e tjerë ju kanë limituar për të arritur ose për të treguar potencialin tuaj real që ju keni.
Dhe shoh në fakt që po ka gjëra në cilën ju mund të ndryshoni, dhe duke filluar nga perceptimi juaj personal, unë do të thoja, dhe më pas unë them që njerëzit në të shkuarën tuaj ose njerëzit që ju njihni që mund të jenë familjar, mund të jenë shoqëror dhe ju kanë zhgënjur, nuk është se do ndryshojnë. Thjesht ju dukeni sikur largoheni dhe ikni nga ata dhe filloni periudhë re për ju. Unë them që filloni etapë re për ju. Ju keni mësuar shumë dhe keni mësuar nëpërmjet kësaj rruge të kuptoni dhe të vlerësoni dhe ta doni veten tuaj dhe ta mbroni veten tuaj. Madje të jeni edhe mbrojtës ndaj atyre të cilat janë më sensitiv, qofshin kafshë, fëmijë apo të moshuar apo njerëz që ju nuk i njihni, pra të jeni mbrojtës, të jeni, sepse unë shikoj këtu një ndjesi goxha mbrojtje që ju keni për njerëzit e tjerë. Ajo çfarë nuk ju lë juve të ecni është ndonjëherë ndikimi i të shkuarës apo njerëzve nga e shkuara. Kështu që unë do të thoja definitivisht mundoni të shkëputeni pak nga ato çfarë nuk ju lën të rriteni. Ky do të ishte mesazhi i universit, kështu që jeta është e shkurtër, energjitë karmike mundojnë të japin ato ndikimet e tyre. Ne njerëzit ndonjëherë i komplikojmë më tepër nga ç'duhet gjërat, kështu që është momenti, ju thuhet, të fokusoheni pak më shumë në ato çfarë do vinë, jo në ato çfarë ju keni lënë pas. Po sikur ajo çfarë ndjej në të njëjtën kohë është që ju takoheni me të shkuarën. Qoftë ky një person që vjen nga e shkuara, qoftë një situatë që përsëritet nga e shkuara dhe ju lëndon, ju kthen prapë në të njëjtën energji që ka qenë më përpara, por qoftë në të njëjtën kohë edhe si energji në të shkuarën, dhe ka diçka këtu, ka diçka që nuk ka përfunduar në të shkuarën, ka diçka që ndoshta ju nuk e keni asimiluar si një leksion karmik dhe përsëritet si cikël për t'ju çuar në të njëjtin shtet, në të njëjtin vend, me të njëjtin njerëz apo me të njëjtën situatë, dhe për t'i thënë shiko se këtu ka diçka që ti nuk e ke mësuar. Dhe është momenti që ta mësosh. Të shikoj pak energjinë kafshën ose shpendin që lidhet me ju. Besoni në magji, ju thuhet, sepse realisht ju jeni njerëz empatik, energjik, pozitive, jeni njerëz në të njëjtën kohë që unë do thoya që ju besoni në magji ose në ëndra, në simbole, tek gjërat të cilat vinë në mënyrë unike, tek bota që nuk është vetëm realiste, por ka shumë më tepër për të dhënë. Pra shikoj këtu disa gjëra të cilat që ju jeni ndonjëherë shumë të pakuptueshëm, do thoya, për botën ose për njerëzit e tjerë. Të shohim disa letra të tjera. Definitivisht jeni njerëz artist në shpirt, që jeni ëndra, empatik, mesazhe punëtor, goxha punëtor, do thoya, po njerëz që punoni shumë për të arritur gjërat. Letra tjetër më tregon dhimbje. Jo të gjithë ju kanë kuptuar, jo të gjithë ju kanë vlerësuar. Unë nuk e di nëse arrit të shoh eksaktësisht. Kam një problem me kamerën që nuk arrit të shoh nëse është në kuadrat. Përgjithsesi unë shikoj këtu dhimbje në të shkuarën, dhimbje e cila ju jeni treguar të mirë ose keni besuar, por njerëzit nuk e kanë vlerësuar. Dhe kjo dhimbje unë po vendos këtu për arsye sepse vjen nga e shkuara dhe prandaj ju e keni kokën në të shkuarën, kokën që çfarë më ka ndodhur, më ka lënë pas. Çfarë tjetër? Unë mendoj që mund të ketë qenë një person që ju keni dhënë gjithçka, që ka raste që ju shfaqet në ëndër, që ka raste që dhimbja ose mënyra se si ai ju ka trajtuar vazhdon të jetë akoma brenda jush. Po mundohem të vendos në kuadrat gjithçka. Unë këtë shoh, definitivisht unë do thoya që energjia e shpirtit tuaj është goxha, jeni goxha empatik. I merrni çdo gjë brenda shpirtit tuaj, dhe
për të ecur para, jo çfarë universi ju thot në këto momente, është që ju të besoni tek vetja juaj, ju të mos e merrni si diçka që pse po përsëritet ky cikël apo kjo vështirësi. Në fakt kërkon t'ju mësoj diçka, t'ju thotë që ndoshta ju disa gjëra nuk i keni bërë mirë ose nuk e keni mbaruar një energji karmike, qoftë një situatë, një punë apo një individ. Kështu që ju duhet të veproni prapë, të punoni prapë, të shkoni prapë në të njëjtën ritëm, në të njëjtën energji, në të njëjtën situatë emocionale, psikike, shpirtërore, pra të gjitha mentale dhe me të kaluar pasaj këtë fazë, unë mendoj që ju do të rilini, atëherë do thoni, unë jam shkëputur nga e shkuara, nga dhimbjet që më kanë nga apo njerëzit apo situatat apo punët. Pra ju futen në një fazë tjetër. Unë mendoj që kjo është faza e fundit karmike që mund përsëritet prapë ose ndikohet nga e shkuara. Këtu do të shohim letrat e mia të orakullit që unë i kam krijuar vetë. Nëse jeni të interesuar për t'i bler, ato vinë në këtë kuti magnetike. Është gati 1 kile që si pesh. Brenda kësaj kutie kemi një libër i cili vjen me ngjyra dhe është 357 faqe në gjuhën shqipe me ngjyra, siç e shihni. Dhe kam krijuar në periudhën që isha shtatzane, kisha goxha energji shpirtërore, një punë intensive, net pa gjumë për të arritur, për të krijuar këto orakuj, që vjen 70 në numër dhe ju mund t'i përdorni çdo ditë për motivim shpirtëror, çfarë duhet të di sot, çfarë energjie ka është sot. Pra kjo është një këto letra janë dizenjuar për t'ju motivuar dhe për të qenë shumë afër shpirtit tuaj ose në periudhat që ju kërkoni një mbështetje shpirtërore. Dhe janë goxha të sakta, janë goxha të sakta. Atëherë, le të shohim bashkë për ju të numrit 1 se si do të jetë periudha në vazhdimsi në muajt, 3-4 muajt në të ardhmen. Në çdo moment që ju e shihni, ky është një lexim që nuk ka një kohë të caktuar. Unë mund ta hedh sot dhe ju mund të shihni mbas 4-5 muajve si video, por ky është një lexim i cili i flet shpirtit tuaj më tepër se sa është një lexim personal lidhur me një problematikë aktuale. Kështu që le të shohim eksaktësisht, ju thash që letrat e mia janë goxha të sakta. Dhe siç e shihni, ju keni kujtima, ju shkruhet këtu rikthime të kujtimeve të së shkuarës. Pra ktheheni në një situatë në të shkuarën, ktheheni në një periudhë në të shkuarën, mendja juaj është jeton me të shkuarën. Unë nuk e di nëse këtë mund ta quaj një bekim apo një bllokim, por di të them që ka disa energji karmike që ju nuk i keni superuar. Prandaj dhe ju ktheheni pas në të shkuarën, prandaj dhe ende njerëzit në të shkuarën kanë ndikim tek jeta juaj. Dhe nuk po flas vetëm në aspektin dashuror, po flas në gjithë aspektet, edhe atë profesional, edhe atë shpirtëror, dhe me njerëzit, dhe me shokët, shoqet, me familjarët, me situata që ju keni menduar që i keni kaluar, po prapë i çojnë në të njëjtën, pra rrota kthehet pas. Për arsye sepse ju keni menduar që ja hodha, kalova, tani jam në një etap tjetër të jetës dhe në fakt universi thotë që nuk e kalove, thjesht unë të ndihmova të kalosh në një fazë tjetër, por nuk do thotë që e ke pastruar këtë energji apo e ke kuptuar 100% të situatë. Kështu që për këtë arsye unë do të çoj sërish prapë, është një lloj si rilindja, si një etapë në cilën të çon prapë në të njëjtën energji për ta superuar leksionin karmik. Le të shohim letrat e tjera që çfarë si do të jenë këto periudha. Dhe unë do thoya që për ato të cilat bëhen nëna, hapet edhe një energji e re këtu, hapet një ndjesi e re për ato të cilët janë nëna të reja. Lot shikoj shërim, forcë, është një periudhë në të cilën ju rilini, është një periudhë në të cilën ndoshta ju keni derdhur lot ose që në të shkuarën, e shkuara ju ka ndikuar emocionalisht shumë. Është një periudhë në të cilën ju thuhet që është momenti që ju të njihni kush jeni, vlerat tuaja. Sepse qepa vërtet mund t'ju bëjë të lotoj, por në të njëjtën kohë ka shumë shtresa, pra tregon që ju keni shumë vlera si njerëz, pra nuk keni vetëm ajo qepa që duket në pjesën e jashtme, por keni shumë shtresa, keni shumë
përvoja të ndryshme. Jeta nuk përfundon me 1 apo 2 përvoja të cilat mund mos jenë ato që ne duam. Pra shikoj që në të njëjtën kohë e shkuara ju bën të lotoni. E shkuara ju ka unë do të thaj që ka rënjë ende në shpirtin tuaj. Si do t'jetë muaj në vazhdimsi, unë mendoj që kemi një lëvizje të shtëpisë, ndryshim të shtëpisë, ndryshim shteti, ose ndryshim të energjisë në cilën të ambientit në cilën ju jetoni. Ju du të hasini me rregulla të reja, me forcë, me mbijetesë, me struktura të reja. Monedha këtu më tregon për disa që mund të jenë në një vend të huaj dhe mund të përdorin një monedhë që nuk është e vendit të tyre, po për disa tjerë mund të jenë investime që ata duan të bëjnë në të ardhmen. Ju shikoj që vendosni baza më të forta dhe di çfarë ndjej në këto momente që tamam me të dyja këto letrat, që ju jeni njerëz që mbani kujtime shumë nga e shkuara, qoftë edhe një libër, qoftë edhe një arush, qoftë edhe një mbulesë tavoline që është e shkuar, ju pëlqen të qepni ose ta rregulloni këtë. Keni goxha kreativitet, jeni të lidhur me objektet të cilat çdo lloj objekte kanë edhe një signifikacion shpirtëror për ju. Kështu që unë ju shikoj që shtëpia në të njëjtën kohë ju jep energji, ju karikon emocionalisht, shpirtërisht. Jeni njerëz që ju mund ta quajeni veten ekstrovert, por në fakt shpirti juaj rikarikohet energjikisht kur është në ambientet e mbyllura, kur është introvert, pra kur futet edhe fokusohet tek energjia e brendshme, kur futet edhe në shpinën e vet edhe shikon ato gjërat si mund të rregulloj vetë, sesa të jetë me njerëz të tjerë. Njerëzit e tjerë ju absorbojnë energjinë. Madje njerëzit e tjerë nuk ju kuptojnë fare se si është shpirti juaj. Kështu që karakteri juaj mund të jetë ekstrovert, por shpirti juaj nuk është i tillë. Dhe pjesa tjetër unë këtu shikoj që mund të jeni në këtë ndoshta është periudha në cilën ju mund të filloni të bëni gjëra nëpërmjet shtëpisë, mund të jetë një biznes, mund të jetë një punë e re që bëhet nëpërmjet shtëpisë, pra mund të jetë online puna ose diçka e cila në të shkuar nuk kanë funksionuar, ju sikur që jeni ato pikat për të ose mënyrën se si ta bëni të rregullohet edhe të fokusohet diçka për të mirën tuaj. Dhe letra e fundit, çfarë ju sugjeron në këtë periudhë dhe si do të ecin gjërat, jeni njerëz që pëlqejnë të lexoni, të shkolluar. Në të njëjtën kohë ju thuhet që mësoni nga e shkuar, mësoni nga e kaluara, mësoni që të kuptoni përse jeni këtu dhe çfarë mund të bëni më mirë apo si mund të kaloni këto bllokimet aktuale që ju mund të keni. Realisht unë shikoj që universi kërkon t'ju thotë, universi realisht ju kërkon ose do ju çoj ose do tentoj t'ju japi situata që janë nga të shkuara, si njerëz që vinë nga e shkuara. Probleme apo bllokime apo punë apo gjëra të cilat ju kujtojnë prap të njëjtën ritëm, do thoni prap më filloi ky cikël, prap është kjo situatë, por ndodh për arsye sepse ju duhet përfundoni një cikël që ka filluar vite më përpara. Do e gjeni veten shumë të lidhur me gjyshrit apo me një jetë të shkuar, për ata që bëhen nën janë shumë sensitiv, mbrojtës në këtë periudhë. Ju krijoni diçka, eksaktësisht ju filloni të krijoni diçka në këtë periudhë. Dhe krijoni diçka goxha të bukur që mund të jetë një biznes i juaj që ju filloni dhe krijoni. Disa mund të punojnë me fëmijët, disa mund të duan të krijojnë ambientin e një fëmije që mund të vinë në shtëpi. Ju jeni të lidhur me energjinë e shtëpisë, pavarësisht se si mund ta quani ju veten. Por shtëpia është tempulli më i bukur dhe më rikarikues për shpirtin tuaj. Për të arritur gjërat keni goxha mund, por edhe ju pëlqen, sepse në të njëjtën kohë ju motivon dhe ju jep edhe një forcë që ja, unë po e bëj këtë punë, e arrita me sukses, e arrita pas një lodhi të madhe. Atë të njëjtin gjë që thash për letrat e mia të orakullit. Ndihem krenare sepse kam punuar ditë, net, pa gjumë, shtatzane me barkun te goja dhe për të arritur, për të realizuar këto letra, i krijoja, pastaj të nesërmen, jo, kam edhe një element tjetër që duhet ta shtoj, këtë element duhet ta heq,
Pra është një punë e cila jam rikthyer me qindra herë të njëjtës letër për ta ndryshuar, për ta rregulluar, për të thënë kjo është letra që unë dua. Ky është mesazhi që unë dua të jap. Por merr kohë energjikisht nga trupi, me mendjen, me shpirtin. Kështu që në të njëjtën kohë më jepet të kënaqësi, sepse them, shikoj, kam arritur të bëj këtë punë. E njëjta gjë është edhe me ju që zgjodhët numrin 1. Pra ju vërtet ju mund të lodheni për të arritur gjërat, por keni dhe kënaqësinë sepse thoni unë jam krenar për çfarë kam arritur. Ju kërkohet të falni disa njerëz ose disa energji. Lërini pas. Nëse ka njerëz që kanë lënduar nga shkruara, mos u merrni fare. Nëse ka punë të cilat ju kanë lënduar, ndoshta ajo çfarë mund të them kryefjala e këtij lehtësimi është që shkëputeni nga dhimbjet e së shkuarës. Edhe pse mund përsëritet si cikël, ju prapë do shkëputeni duke i thënë vetes që unë nuk jam më ky person që kam qenë më përpara. Këto dhimbje apo këto situata apo këta persona nuk pas kam ecur para, kështu që unë dua të shkëputem nga kjo lloj energji dhe automatikisht ju hyni në një fazë rikuperimi, rindërtimi të vetes tuaj. Kështu që është një energji shumë e bukur, do thoja, dhe rikrijuese që universi ju thotë që asnjë gjë nuk është për gjithmonë, por ka faza dhe situata dhe njerëz që mund t'ju vinë dhe t'ju thonë, ok, sepse ju mund të kërkoni universit që unë dua të eci para, unë dua të kem një jetë më të mirë. Ok, thot universi, atëherë unë do të vë në një periudhë në cilën sfida do të sjellë të njëjtën situatë, njerëz të ndryshëm, të njëjtën periudhë që do ngjasoj me të shkuarën për të parë se realisht nëse je gati për të ecur në fazën tjetër. Pra ndonjëherë vetë energjia vjen në formë të tillë që na teston ne nëse jemi të fortë apo nëse jemi gati për fazën e dytë tonën. Kështu që tamam kjo është një test që universi ju vendos për t'ju çuar në fazën tjetër dhe për t'ju testuar nëse jeni gati apo jo. Ky është lehtësimi për sot. Një faleminderit që ndoqët deri në fund. Nëse ju rezonoi, ju lutem shkruani numrin. Nëse ju pëlqejnë letrat e mia, ju mund të komentoni. Do ndihem shumë krenare dhe lumtur të shoh mendimin tuaj se si ka rezonuar dhe nëse ju pëlqejnë. Shihemi bashkë në leximet e radhës deri atëherë. Miru takofshim. Mirë se vini ju të numri 2. Numri 2, siç e shihni në imazhin përkatës, në këtë letër të orakullit, 2 + 8 = 10, numri 1, i cili është fillimi i diçkaje të re. Në fakt, unë mendoj që ju mund të jeni në një energji aktualisht, në të cilën jeni duke luftuar shumë me dikë, ose konflikte, situata të cilat ju nuk jeni përgatitur, që ju vjen direkt në jetën tuaj, situata në të cilën ju surprizojnë, por ju ballafaqoheni, ju kundërshtoni dikë, ose ju jeni në një periudhë në të cilën nuk e di nëse drita është okay, në të cilën ju thoni jo, nuk më pëlqen kjo periudhë, nuk më pëlqen ky situatë, nuk më pëlqen ky person se si më flet, se si më komunikon, pra ju filloni dhe kundërshtoni ata të cilët apo atë person të cilën mund ta keni toleruar më përpara. Unë do të thoja keni kujdes me konfliktet, sepse mund të jenë situatë ose njerëz që ju mund të punoni ose familjar, mund të jenë edhe partner, pse jo, që duken sikur janë të mirë, vinë në afër jush me qëllimet si kur unë jam i mirë për ju, pra po ta shohim që duket si një akullore, që unë jam e mirë, unë jam i qeshur, jam e dashur, ose i dashur në varësi të personit, pra të gjinis, dhe në fakt i vinë për t'ju sfiduar, sepse nuk duan të mirën tuaj, sepse nuk duan çfarë ju keni arritur apo si ju performoni, qoftë në pjesën, nëse do të jetë në dashuri, janë xhelos, në mënyrën se si ju shihin, ju tregoni veten tuaj tek njerëzit e tjerë dhe njerëzit e tjerë si ju perceptojnë. Nëse kemi të bëjmë me shoqëri pasaj, atëherë kemi njerëz të cilët janë xhelos për arritjet tuaja. Kështu që mund të jetë në një periudhë të tillë në cilën ju hasni njerëz që shihni që nuk janë dashamirës ndaj arritjeve tuaja dhe në të njëjtën kohë mund të jeni në një periudhë konfliktuale. Le të shohim letrën e tarotit të Major Arkanës se çfarë kërkon t'ju thotë ose në çfarë periudhe ju jeni. Numri 2.
Eksaktësisht letra lidhet shumë bukur me mesazhin. Pse? Sepse ka dalë ylli. Është diçka në të cilën admirohet, është larg, ne nuk mund të kapim yjet, por ne mund të shohim në largësi shkëlqimin e tyre. Pra, gjithmonë nuk është se ato shkëlqejnë, por reflektojnë dritën, kështu që duket sikur diçka është e bukur, është unike, është magjike sepse është lart, është në një hapësirë që ne nuk mund ta kapim, por ne admirojmë, ne e pëlqejmë. Dhe pikërisht, unë ju them që ju mund të jeni në një energji në të cilën ju po arrini diçka, ose ju admirojeni, pëlqeheni, keni këtë efektin që prek njerëzit dhe në të njëjtën kohë nëse do t'jetë për dashuri, mashkulli juaj mund t'jetë xheloz që ju po arrini ose po pëlqeni nga njerëzit e tjerë. Nëse do t'jemi me shoqëri ose me familjar, atëherë kemi njerëz këtu që cilët janë xheloz për arritjet tuaja, për atë çfarë ju po arrini ose po dëshironi, ose një dëshirë që juve ju është plotësuar, unë do thoja, dhe këta njerëz nuk duan ose thanë, sa mirë që jetë si këtij personi, po ne pse nuk na eci mirë. Pra jemi në këtë lloj energji në të cilën unë mendoj që një lloj xhelozi ose një lloj admirimi, një lloj fokusi që nuk është shumë i shëndetshëm, por që vjen nga njerëzit e tjerë. Të shohim pak letrat e tarotit, se në çfarë energjie eksaktësisht ju jeni në këtë periudhë, dhe çfarë universi kërkon t'ju thotë. Unë mendoj që ju jeni, disa mund të jetojnë jashtë ose disa mund të duan të udhëtojnë. Shikoni se si ju lidheni. Këtu lidheni me yjet, këtu lidheni me hënën, me botën, komunikim. Nuk e di çfarë puna ju mund të bëni, mund të jeni online që keni një biznes, apo mund të jeni njerëz të cilët komunikoni shumë me njerëzit e tjerë, ndërrimtar, njërë ndjeni mirë, të nesme nuk ndiheni mirë, keni një gjendje lunatike, ndikoheni nga fazat e hënës, jeni njerëz të cilët ju manifestoni kollaj. Nëse ju doni diçka, jeta ju ndihmon apo universi ju ndihmon për të manifestuar atë që ju dëshironi. Ju shikoj të veshur, të mbajtur mirë, dëshironi luksin, dëshironi të visheni mirë, të mbaheni. Dhe kjo gjë në fakt unë shikoj që krijon disa problematika tek njerëzit e tjerë, sepse pikërisht ju adhurojnë për këtë gjë. Pikërisht mendojnë që ky person po arrin majat, ky person po arrin pikërisht të komunikoj me botën ose bota ta njohë këtë njeri. Mendojnë që ëndrat e juaja janë ato të cilat ndonjëherë kur ju flisni për ëndrat tuaja, janë ata njerëzit e tjerë mendojnë që edhe ata duan të njëjtën gjë të arrijnë. Ju keni efektin magjepës, do thoja unë, efektin e iluminimit, ose një efekt që jepni njerëzve të kuptojnë që ju jeni të qetë, ju arrini gjërat, ju çdo gjë ju vete mbar, që ju keni ide dhe projekte të reja të cilat ato fillojnë dhe manifestohen. Dhe mbas çdo konflikti ju prapë ngriheni dhe jeni goxha të fortë. Keni një mendje që i stabilizoni energjitë. Ju pëlqen jeta dhe doni ta shijoni atë, ju pëlqen e mira, ju pëlqen komunikimi, flisni shpejt ose doni të komunikoni, doni të lidheni me botën dhe doni edhe madje me internet ose nëpërmjet apeve të ndryshme të internetit. Pra ju jeni një njeri i cili unë do thoja e tërheq shumë syrin e jashtëm, edhe ashtu siç tërheq syrin, në të njëjtën kohë tërheq edhe njerëz të cilët janë xheloz ndaj arritjeve tuaja. Kështu që po, unë do thoja definitivisht ju jeni në këtë energji në cilën universi ju thotë që jeni në rrugën e mbar. Do ta them më vonë sepse është diçka që ndoshta më ra një letër. Është diçka në cilën kjo letër më ra. Atëherë do them tani më mirë.
sepse është diçka që ndoshta ju pëlqen edhe të dukeni, do thoja. Por duhet ta thoja në fund këtë gjë, sepse doni të tregoni një realitet ndryshe tek njerëzit, që shiko si jam unë, shiko çfarë bëj unë, pra në të njëjtën mënyrë doni të impresiononi njerëzit e tjerë. Kjo letër nuk është një letër pozitive, sepse unë shikoj që ju mund të jeni zhgënjur nga njerëzit e tjerë dhe mendoni që forma më e mirë është që ju të zhgënjeni ose të tregoni jo realisht tek njerëzit në të shkuarën në vendin ku ju jetoni, nëse mund ta quaj kështu. Atëherë më lejoni që ta shpjegoj më mirë mendimin tim. Unë mendoj, ose ajo çfarë energjia këtu më përcillet gjatë leximit, është që ju kërkoni pak të dukeni ose të shfaqeni ndryshe nga çfarë realisht ju jeni, dhe mbi të gjitha unë shoh që ju nuk jeni të sinqert me njerëzit që jeni rreth jush, sepse shumë gjëra ju i bëni për të impresionuar njerëzit e tjerë, sesa për të iluminuar shpirtin tuaj, dhe shpeshherë unë shoh që ju mund të ndiheni të lënduar shpirtërisht, por në fakt tregoni që jeni të lumtur në botën e jashtme. Pra kjo është ajo çfarë është mos sinqeriteti. Po, dhe më thuhet që në fakt qëllimi juaj është që thjesht jeni të lumtur dhe thoni unë e bëj këtë peace of mind, të jemi qetë mëndërisht, nuk dua të ngarkohem me njerëzit e tjerë nuk kam se ta din nëse unë jam e lumtur ose jo. Pra keni gjithmonë justifikim, do thoja unë, dhe ju pëlqen admirimi, juve ju pëlqen të admirojeni, ju pëlqeni që njerëzit e tjerë të thonë wow, s'fa ke arritur. Unë shikoj një fejes, një martesë që mund të ndodhi, nëse prisni për një lajm pozitiv, them se do ta merrni. Universi në këtë periudhë në jetën tuaj ju thotë që ju duhet të fokusoheni më tepër në ushqimin e brendshëm shpirtëror. Pra që ju të plotësoheni shpirtërisht, të ndjeni më të lumtur ju dhe jo të impresiononi njerëzit e tjerë. Sepse nuk e di për çfarë arsye ju mendoni që njerëzit e tjerë pas kanë kaq shumë rëndësi, sa që duhet më patjetër të impresionohen dhe me patjetër që ju të lini gjurmët tek ata. Pra shikoj diçka, një ndjesi apo një nevojshmëri me patjetër që ju të jeni dikush apo që njerëzit e tjerë të mendojnë që ju jeni dikush. Të shikojmë kafshën apo shpendin juaj. Wow, be at home. Qëndroni brenda shtëpisë tuaj, brenda energjisë apo shpirtit tuaj. Mundohuni të jeni humble, të jeni me këmbë në tokë, të jeni ju të tregoni kush jeni apo çfarë ju mund të arrini. Unë do marrë një letër tjetër. Jeni si të besnik ndaj asaj që ju doni. Pra nëse ju dëshironi, supozojmë, të mos keni sukses, apo të jeni me një partner që ndoshta atëherë nuk e pëlqejnë, it's okay. Pra jeni të sinqert me atë që doni. Lidhuni me energjinë tuaj të brendshëm, ju thot ky lexim ose universi. Në këtë periudhë ju jeni duke kërkuar shumë gjëra që unë them pse jo ju mund të arrini, por nuk janë të gjitha dëshirat apo ato çfarë shpirti juaj është i destinuar karmikisht për të realizuar në këtë jetë. Eksaktësisht ky mesazh mua më vjen në këtë moment. Pra ju jeni duke rendur pas shumë gjërave, por të cilat nuk lidhen me dharmën tuaj, me qëllimin në shpirtit tuaj. Kështu që ju thuhet reflektoni pak brenda shpirtit tuaj dhe jeni besnik me ndjesitë shpirtërore tuaja. A janë të mira, a kjo që po bëni, a ju ndihmon ju shpirtërisht? Apo thjesht për të impresionuar komshiun apo 5 friendsa në Instagram që të cilët as nuk i intereson jeta jote në fakt, sepse ata shikojnë jetën e tyre, problemet e veta.
dhe në fund fare në mbyllin derën në shtëpisë së tyre në darkë dhe nuk intereson halli apo lumturia jote. Por nuk e di pse keni këtë nevojshmëri. Ndoshta kjo vjen nga fëmijëria juaj, që çdo gjë do jetë mirë, ju jeni princesha, apo çdo gjë është e bukur, apo njerëzit kanë impaktin që gjithmonë duhet lësh impresion të mirë tek ata. Pra ka diçka këtu që vjen në të shkruarën tuaj. Ka një fëmijë të brendshëm këtu që kërkon gjëra, por jo se i do. Pra mund të dojë shumë lotra, por mbasi prindrit ja blejnë lotrat, nuk është më interesuar për ato. Dhe mendoj që pikërisht me ju kjo ndodh, që ju rendni pas dikujt apo pas diçkaje, dhe në momentin kur e keni, ju mbet interesi. Ndonjëherë është një luftë e brendshme që e bëni me veten tuaj që do ta arrit dhe ja kam për ta arritur. Kështu që universi ju thot në këtë moment që po shpenzoni energjinë jo në mënyrë të duhur, kështu që fokusoni pak në energjinë tuaj më produktive, më pozitive. Unë tani do shoh letrat e orakullit, ashtu si në çdo video tani tashmë unë po i promovoj. Vinë me këtë kuti e cila është magnetike, është si pesh 1 kile, është e fortë, me ngjyra, vjen, pra materiali është goxha materiali mirë, unë kam investuar goxha energji edhe iden për ta realizuar dhe për të dhënë diçka që do jetë për një periudhë të gjatë kohe në bibliotekën tuaj, në librerin tuaj, në bibliotekën e shtëpisë tuaj. Dhe pikërisht këtu kemi librin me 357 faqe, me ngjyra, është një libër shumë i bukur, reflektues, tregon edhe historinë time se si ka lindur forma e të lexuarit, dhe keni dhe disa simbole që interpretohen dhe në ëndër, dhe në tarot, dhe në art terapi njësoj, kështu që ju mësoni shumë gjëra për sa i përket në këtë libër edhe në këtë format që unë kam krijuar që është goxha i bukur. Dhe kam krijuar në momentin kur kam qenë shtatzane, një energji goxha stilitse do thoja, sepse ka qenë një periudhë që barkun e kisha te goja, lindje sot, lindje nesër, por nuk e kam lënë kur punën për të shkruar këtë libër, madje për të paguar edhe editore në shqip, editore në anglisht, për ta kthyer edhe në anglisht në të dyja gjuhët. Një punë kolosale, një punë që ngrihesha në mëngjes dhe thoja jo, kjo letër nuk do ketë këto simbole, do ketë një letër, do ketë simbole tjera. Pra, këto letra janë goxha shpirtërore dhe të vyera për mua, sepse lidhen me një periudhë shumë kreative dhe shumë sensitive të qenit shtatzan për herë të parë. Dhe janë goxha të sakta. Le të shohim për ju të numri 2 të mos humbasin fokusin e leximit. Le të shohim, nëse juve ju pëlqejnë këto letra, mund t'i blini tek Tarot Spirit Therapy në Instagram, më shkruani aty. Dhe nëse rezonojnë me ju, më komentoni këtu në YouTube. Atëre, cila do jetë energjia për ju të numri 2 që vjen? Në mësi, ju jeni njerëz të cilët jeni protektiv. Unë mendoj eksaktësisht me këtë letër tashmë, mendoj që fakti që ju dhe kjo më jep përgjigjen e leximit tashmë, sepse në momentin kur ju kërkoni të impresiononi njerëzit e tjerë, dhe unë them pse kërkoni të impresiononi njerëzit e tjerë, në fakt mua më thuhet sepse ju doni të protect, të mbroni ndjenjat tuaja, frikat tuaja. Unë thash që ndjej një fëmijë të brendshëm. Ju kërkoni të jeni nën, pra mami e ndjenjave tuaja. Ju nuk doni të lejoni askënd të lëndojë shpirtin tuaj apo fëmijën tuaj të brendshëm. Kështu që ju tregoni sikur jeni e madhe ose impresionante, por brenda jush keni këto kukullat e vogla, po ta shikoj kjo kukulla kur e hap ka një kukull të vogël, brenda derisa arrit në një kukull mikroskopike. Është e njëjta gjë edhe shpirti juaj. Pra ju mënyra se si impresiononi ose kërkesa për të impresionuar apo për të shfaqur ndryshe është sepse ju doni të mbroni ndjenjat tuaja. Jeni goxha sensitiv dhe këtë e bëni si një motor defensiv, do thoja, mbrojtës. Unë shikoj që në të ardhmen tuaj ose muajt në vazhdimsi do t'ju japin mundësi të reja, një dëshirë që realizohet këtu me
nuk e di me çfarë, ndoshta për disa për dashurinë, për fejesë, për martesë, për fëmijë, për ide të reja, për ndoshta biznes të ri që ju kërkoni të arrini. Pra kemi diçka që vjen në mendjen tuaj, një periudhë iluminimi, një periudhë që ju do ndjeni me fat, eksaktësisht do thoja. Çfarë letra të tjera kërkojnë të thonë universi në këtë periudhë? Keni shumë drejtime në kokën tuaj. Madje 1+7 8 që më krijohet një cikël këtu repetitiv. Një cikël në të cilën përsëri e ndjeni veten tuaj që duhet të keni të merrni një drejtim të caktuar. Dhe jeni të ngatruar, jeni të ngarkuar. Dhe në këto momente thoni cila është drejtimi im, çfarë duhet bëju në këto momente. Po ta shikojmë, kemi qenin këtu, kemi këtu darkucin e vogël. Pra ju ndjeheni goxha intuitiv, do thoja, sepse kafshët janë goxha intuitive, të vegjël, mbrojtës, besnik ndaj shtëpisë apo ndaj vendit ku ju krijoni atë vendin, le të themi, që do jetë familja juaj. Po. Unë shoh që keni shumë drejtime. Në këto momente nuk dini se cili do të jetë drejtimi i duhur. Cila do të jetë letra e fundit për ju? Në muajt, çfarë kërkon universi ju thot? Universi ju thot të hani ushqim të mirë. Universi ju thot që ushqimi i mirë nuk është vetëm ushqimi që ne vendosim në stomak, por energjia që ne konsumojmë me njerëz, qofshin ata partner, dashuror ose shok, shoqe, apo familjar, televizionet ose emisionet që ne shikojmë, informacionet që ne lexojmë, nëse janë të shëndetshme apo jo, sepse në këto momente ju jeni duke konsumuar një energji e cila nuk është pozitive dhe mund të jeni pak dembel ose mund të jeni pak, ok, gjërat do shkojnë mirë, un kam këtë moto. Është e vështirë për ju të ndryshoni, do thoja unë. Është e vështirë që ju të ndryshoni ritmin tuaj ose ato çfarë ju ka bërë pak komforte, sepse shikoj këtu që ju jeni një person që keni krijuar moton tuaj ose rregullat tuaja ose rutinën tuaj, dhe nëse dikush vjen dhe ju thot, kjo nuk është e shëndetshme, juve nuk i pëlqen sepse ju nuk doni të ndryshoni këtë rutinë që keni për një periudhë kohe që jeni duke ngritur, sepse ndjeheni mirë në formën tuaj. Dhe pikërisht prandaj dhe ju tregoni që unë jam mirë, unë jam shëndetshëm, unë jam sportist apo sportiste, unë arri gjërat që dua, shiko se si dukem, shiko se si vishem, pikërisht sepse doni të mbuloni veten nga gjykimet ose nga opinionet e njerëzve apo nga sugjerimet e njerëzve për t'ju thënë se çfarë duhet bëni më mirë, se ku duhet ta fokusoni energjinë. Pikërisht ju doni të shmangni këtë lloj le të themi diskutimi apo bisede. Megjithatë, letra ose universi, do thoya, sepse kjo është kryefjala e këtij leximi, është që të thotë që universi në këto momente është duke i thënë që ju duhet të ngrini principe të reja të shëndetshme për jetën, për veten tuaj, në aspektin dashuror, profesional, qoftë edhe dietik, do thoja, sepse këtu në dieta më thuhet që nuk është shumë e shëndetshme, ose këtë periudhë keni abuzuar me ushqim jo të shëndetshëm, ose në përgjithësi keni një dietë jo të mirë. Unë do thoja diçka këtu që ka të bëjë me budistët, në fakt nuk e konsumojnë mishin, për arsye sepse në momentin kur luam të arrijmë në meditim apo në transformim spiritual apo në manifestime të lidhemi me kozmosin dhe me universin, duhet që të jemi me një energji pozitive. Nëse jemi me një veprim energjie e cila është negative, vuajtje, dhimbje, ashtu si kundër kafshët vuajnë në momentin që ne i vrasim, atëherë automatikisht ky lloj vibrimi energjik nuk na lejon që të lidhemi me universin apo të manifestojmë gjërat apo të bëjmë meditime të thella shpirtërore. Kështu që ka edhe një arsye pse budistët apo pse spiritualët nuk e konsumojnë mishin. Ajo çfarë universi kërkon t'ju thotë në këto momente është që ndoshta jo të mos konsumoni mish në vija të trasha si mund të duket, por që ju të keni një dietë më të mirë, më të shëndetshme, në mënyrë të tillë që të kuptoni pak që nuk jeni vetëm fasada, por pjesa e brendshme është shpirti juaj që qëndron brenda. Pra, në këtë fizik që ne kemi së jashtmi, kemi një shpirt që është brenda. Dhe nëse nuk kujdesim për këtë fizik,
atëherë shpirti do largohet për arsye sepse ky trup i sëmur ndoshta nuk mban dot peshën apo kërkesat që shpirti ka me intensitetin edhe karmik që ka ardhur në jetë. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të respektojmë këtë tempull që na ka dhënë pra natyra për ta patur, pra pjesa jonë fizike. Unë do thoya që kemi një lloj ndoshta mos sinqeriteti të brendshëm që ju i bëni vetes tuaj, që edhe kur ndjeheni keq, ju doni të dukeni mirë. Kemi një lloj konflikti që vjen me njerëzit e tjerë, kryesisht unë do thoya për ata të cilët edhe ju thonë mendimet e tyre dhe ja u thonë drejt, juve ju duket se janë në fakt armiqtë tuaj. Nëse kërkoni yllin apo të arrini në këtë fazë, le të themi, shpirtërore apo universale, duhet të ndryshoni disa pra ushqimet si përmenda me budistët, apo të merrni kohë për të medituar për veten tuaj dhe në të njëjtën kohë të jeni të sinqert me veten. Nuk keni pse ja thoni njerëzve të tjerë që jeni të lënduar, por nuk keni edhe pse tregoni dikë apo diçka ndryshe nga çfarë realisht është, vetëm për idenë që unë do impresionoj njerëzit e tjerë që çdo gjë është okay, unë jam mirë, unë jam e lumtur, për një arsye që realisht nuk keni pse shqetësoni kaq shumë se çfarë njerëzit e tjerë mendojnë. Nëse ju jeni mirë, kjo është më e rëndësishmja. Nëse ju nuk jeni mirë, mundohuni të jeni mirë, duke luftuar dhe duke ndryshuar gjërat që ju mendoni që po ju mbajnë në të njëjtin vend numëro. Pra, është një luftë e brendshme, ju thot universi, është një rrugë në të cilën ju duhet të lidheni me qëllimin e shpirtit tuaj, përse keni ardhur në këtë jetë, dhe të kuptoni veten, të kuptoni cilat janë talentet tuaja, cilat janë parimet tuaj që shpirtërisht ju bëjnë mirë, sesa thjesht dëshirat apo momentet që mendja egoja ka për të impresionuar botën. Sepse shikoj këtu një dëshirë fizike më tepër se sa shpirtërore për botën. Pra kryefjala ose ajo ding-dongu në kokën tuaj është bota. Jeni goxha protektiv ndaj ndjenjave tuaja, nuk doni të lëndoni dhe krijoni këtë lloj fasade e cila është surreale. Apo do thoja irreale, apo për ta thënë më keq, hipokrite në të njëjtën kohë, por që ka ardhur momenti të shihni brenda shpirtit tuaj, vetes tuaj, dhe ta kuptoni më mirë shpirtin tuaj. Eksaktësisht universi këtë kërkon t'ju thotë. Në periudhat e të ardhmen, unë shikoj që pak në pak ju filloni dhe reflektoni dhe ndoshta arrini të hiqni pak të barën apo këtë mendimin me domosdoshmëri që unë të tregoj që unë jam e arritur tek njerëzit e tjerë. Sepse ju keni ëndra, keni dëshira, jeni impresionues, nuk keni nevojë për treguar më shumë. Ju keni bollok, jeni njerëz të cilat aty ku hidhni farat mbillet diçka. Jeni njerëz që nëse doni dikë apo diçka, do qëndroni besnik dhe do çoni deri në fund. Jeni njerëz që manifestoni, jeni njerëz që komunikoni me njerëzit e tjerë. Komunikoni shumë, ju pëlqen të flisni, madje dhe gjuhë huaja të udhëtoni, emocional, tmerrsisht, ndonjëherë harroni se si të jeni edhe realist, edhe me këmbë në tokë. Pra, por keni vajtur shumë lart, ndërkohë që keni harruar që keni një ekzistencë në tokë dhe keni disa gjëra që karmikisht duhet të mësoni. Këtë realisht universi ju kërkon t'ju orientoj dhe t'ju thotë që kush është më e rëndësishmja, çfarë është më e rëndësishmja për ty në këto momente, çfarë mund të bësh më mirë, si mund të ndryshosh disa gjëra që ke vazhduar për një periudhë të gjatë kohe dhe nuk të ka rezultuar kaq shumë pozitive sa ke menduar. Pra kjo është një reflektim i brendshëm dhe ndryshim të parimeve dhe në formave se si i sheh dhe i kupton apo ndërvepron me botën dhe njerëzit e jashtëm. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Për lexime personale mund të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim. Shihemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru takofshim. Për shëndetje ju të numri 3, kemi pikërisht letrën tuaj, e cila është një letër e shqetësimeve të mëdha. Është një letër e cila pasqyron pikërisht energjinë në të cilën ju jeni duke menduar
se si mund të jetë jeta juaj më mirë. Në fakt kjo letër nga ana shpirtërore në të njëjtën kohë tregon në fakt edhe kur ju jeni, le themi kur vendosin njerëzit e tjerë të zihen për ju, ose kur ju jeni shkaku i problemeve ose i diskutimeve të njerëzve të tjerë me njëri tjetrin. Numri 3 është goxha aktiv dhe krijon distabilitet ose kërkon për stabilitet në të njëjtën kohë. Po të shikojmë këtu kemi diçka që juve, një lajm që ju vjen, do dëgjoni për njerëz që diskutojnë, ose një motiv mund të jeni ju, ose do kuptoni që dikush ka mbajtur anën tuaj. Por gjithsesi po të shikojmë ku bëhet këtu edhe kuajt kalorësi duke u zënë me njëri tjetrin, pra duke luftuar me njëri tjetrin, tregon për një luftë mentale. Unë mendoj që ju mund të jeni në një energji në të cilën luftarake në mendjen tuaj, në shpirtin tuaj, duke menduar çfarë duhet bëj më mirë, apo kjo periudhë më ka krijuar goxha konflikte dhe si mund të përparoj unë më mirë për t'i bërë gjërat. Mendoj që mund të keni hasur në jetën tuaj kryesisht kohët e fundit një energji në cilën unë do thoja repetitive, me konflikte, me njerëz të ndryshëm, me mendimet tuaja të cilat janë kthyer bumerang në energjinë tuaj. Kemi këto lloj konflikti të brendshëm, një mendje e cila është e ngarkuar, dhe ju jeni të shqetësuar për një arsye apo për një tjetër. Mua më bie këtu shqetësimi juaj që e mbani në shpirt. Le të shohim pak letrat e tarotit se çfarë është për numrin 3. Shikon prap rota këtu. Pra kemi një shqetësim të vazhdueshëm. Kemi diçka në të cilën ju nuk keni këtu i kemi të mbyllur syt, po ta shohim në letrën e tarotit të Major Arkanës. Dhe këtu pasaj kemi këto duar të cilat na bëjnë pra çfarë do ndodhi. Rrota e fatit në këtë letër ju tregon në fakt që keni një periudhë që në mënyrë konstante është duke lëvizur dhe është duke ndryshuar atë stabilitetin apo duke lëkundur stabilitetin tuaj. Mendoj që është një periudhë në të cilën universi ju kërkon t'ju thotë që është momenti që ju të vendosi ndoshta një ekuilibër në jetën tuaj, sepse në këto momente kemi një lloj disbalanci, do ta quaja. Le të shohim së bashku letrat e tarotit se çfarë ato kërkojnë të thonë, kryesisht universi të thoja unë në këto momente. Numri 3. Numri 3 është goxha interesante, sepse numri 3 këtu ju që keni zgjedhur kërkoni të shpenzoni kohë me miqtë tuaj, me njerëzit, qofshin familjar, po mikeshat, për të marrë mendje. Jeni një person ose jeni në një energji, eksaktësisht do thoja, që kërkoni të merrni mendim nga njerëzit e tjerë nëse jeni duke i bërë gjëra të mirë. Mua më vjeni goxha punëtor dhe kreativ në të njëjtën kohë. Diçka jeni duke krijuar në këto momente ose duke shëruar në këto momente. Unë shikoj që ju e keni çelësin në dorë për të arritur gjërat dhe do ta gjeni çelësin për e suksesit. Ndoshta mendoj për punën tuaj ose për marrëdhënien tuaj disa, sepse ky është lexim i kolektiv, nuk është personal dhe ka gjëra që mund të përkojnë me ju, ka gjëra që jo. Por realisht unë shikoj këtu që energjia aktuale ose universi kërkon t'ju thotë që gjërat do shkojnë mirë, ju është mirë që të merrni mendje nga njerëz të tjerë, të diskutoni. Ju shikoj në praninë dhe në shoqërinë e njerëzve që keni nevojë të komunikoni dhe të flisni, të fokusuar tek puna juaj. Ndoshta dikush në këtë lexim që do shohë është i shqetësuar për punën e vet, që si do vënë gjërat. Megjithatë mua bie që letra është pozitive, që ju thonë që gjërat do shkojnë mirë, nuk keni pse shqetësoheni.
Po, shikoj diçka pozitive në këtë pjesë. Le të marrim një letër sërish të kafshëve këtu dhe shpendëve. Mua më bie që duhet ta ktheni ta ktheni këtë energji, le të themi sfilice, në diçka që është më magjike. Le të marr një letër tjetër që take time out. Ndoshta ju jeni mbyllur shumë në veten tuaj. Ndoshta është momenti që jeni bërë tepër protektiv. Mos dikush i merr diçka që ju doni, dhe për këtë gjë jeni bërë goxha protektiv ndaj gjërave tuaja. Sepse shikoj një shpirt që është i shqetësuar dhe i mban gjërat brenda. Jeni shumë në mendjen tuaj, në kokën tuaj, dhe është momenti që ju ta çlironi pak veten, sepse jeni shumë në mendjen tuaj. Domethënë, po nuk i kalkuluar gjërat një shumë herë nuk bëni. Pra, ta ju thuhet jetoni pak. Jo me problemet tuaja, po me veten tuaja. Ju doni të keni pasuri ose të keni gjëra të cilat janë pra ekonomikisht të krijoni këtë stabilitetin. Unë ju shikoj goxha të jeni të shqetësuar për arsye sepse mendja juaj është shumë e fokusuar tek çfarë do kem unë, ose çfarë ekonomie, ose çfarë stabiliteti do krijoj në këto momente. Jeni shumë në mendjen tuaj. Domethënë shpirtërisht unë nuk shikoj fare të lidhur. E shihni veten tuaj të varur në këto momente. Kërkoni vlerësim nga njerëzit e tjerë. Unë shikoj që do arrini këtë vlerësim. Nëse prisni për diçka që do e marr apo do vi si përgjigje, unë them se po. Nëse është për përgjigje pune, unë them se gjërat shkojnë mirë. Nëse është për fejesë apo për graduim universitar, prapë shikoj që është pozitive. Sepse është një periudhë që ju ka lënë pak në vend, ose nuk ka pasur shumë progres, dhe ju ka shkaktuar pak të frikën që gjërat nuk po shkojnë mirë, gjërat nuk do shkojnë mirë, dhe keni këtë frikën që mos i humbisni gjërat, ose mos nuk e di, ka një frikë të brendshme që më flet. Që realisht ju thuhet nuk keni pse të keni këtë lloj frike, sepse ju jeni persona që mund ta menaxhoni mirë. Problemi juaj është mendimet tuaja ose mendja juaj që nuk ju lë të qetë. Unë e këtë lexim me numrin 3 nëse do ishte një person individual dhe do kishim një lexim personal, unë do vazhdoja të hidhja shumë letra. Për arsye sepse unë shikoj që këtu ju keni nevojë për orientim. Ju keni nevojë për jeni i vetmi numër nga të 3 numrat sot, dhe ata që zgjodhin numrin 3, unë do ju sugjeroja për një lexim personal, sepse ju shikoj që ju keni pyetje që doni përgjigje. Pra në këto momente ju ndjeni në një labirint emocional dhe kërkoni për një përgjigje që realisht unë them përgjigjen ju e keni të mos mendoni kaq shumë sa mendoni, sepse mendja juaj bën ca scenario në kokë që ju çdo gjë do të ndodhi sipas asaj që ju keni menduar. Kështu që nëse ne do ishim në një lexim personal, unë do hidhja shumë letra për të çliruar apo për të parë këtë puzzle që pse ju jeni në këtë formë, çfarë ka ndodhur, a vjen nga fëmijëria, nga jeta e mëparshme, çfarë pyetjesh ose ku do ta orientoni energjinë tuaj. Këtë do shikoja. Këtu do shohim bashkë disa letra të orakullit që unë kam krijuar vetë, dhe vinë me këtë kuti, e cila është goxha shkëlqen, është e fortë, material shumë i mirë, magnetike këtu, dhe vjen me një libër 357, faqe ndjes në gjuhën shqipe dhe është me ngjyra. Dhe është një material cilën unë flas edhe për simbolet, se si duhet interpretuar ose si interpretohet në tarot, në ëndra, gjithashtu edhe në letrat e orakullit apo në interpretimin e ëndrave.
Është një libër shumë interesant për të lexuar dhe për të patur në shtëpi, dhe këto janë 70 letra që ju mund t'i përdorni vetë ngrieni në mëngjes dhe mund të motivoheni duke marrë një letër. Janë goxha të sakta dhe përkojnë të mërësi shumë energjinë aktuale të çdo kujt. Dhe dërgesat unë i bëj në gjithë botën, mjafton që ju të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim personal për t'ju bërë me dje se sa kushton posta dhe dërgesa në vendet përkatëse, sepse ndryshe është në Shqipëri, ndryshe në Evropë apo në Amerikë. Pra për çdo detaj më thoni. I kam krijuar në një periudhë cilën kam qenë shtatzane dhe kam dhënë maksimumin tim, ka pasur net pa gjumë, lodhje pa fund, paralisë të dorës time, sepse punoja me një iPad të vogël dhe i punoja me duar, dhe qafa ime që ka pasur goxha probleme, madje kam shkuar tek një mjek në atë periudhë dhe kam dhënë maksimumin tim. Ka qenë një lidhje dhe ky është një orakull shumë i vyer për mua, sepse ka qenë pikërisht në periudhën e shtatzanisë time. Atëherë, të mos u mbasim, le të kemi energjinë e numrit tuaj dhe le të shohim se çfarë universi kërkon t'ju thotë në këto momente, o ju që zgjodhët numrin 3. Nuk është se nuk ju realizohen gjyrat juve. Juve thjesht nuk ju realizohen ose nuk ju vjen gjyrat ashtu siç ju do donit. Sepse ndoshta kërkoni shumë. Letra e dytë, edhe kjo letër, wow, shumë interesante. Sepse dhe letra e tarotit, ashtu dhe letra e orakullit që unë kam krijuar, të dyja ju flasin për ngërç. Keni ngelur në të njëjtin vend me kokë poshtë. Po, situata aktuale është që ju ndjeheni që nuk kam mbështetje ose nuk varen gjërat nga mua. Ju thuhet që jeni të kushtëzuar, të pambrojtur. Megjithatë, ju keni ide, bollok apo gjëra të cilat janë pozitive, vetëm duhet prisni çastin e duhur për të realizuar këto mendime, këto dëshira tuaja. Jini me këmbë në tokë, elefanti shumë paqësor, nuk kërkon kaq shumë në mënyrë egoike. Në të njëjtën kohë ju tregon këtë çadrën dhe flutura duke treguar që është një periudhë transformimi në shpirtin tuaj, në jetën tuaj, por është diçka e fort apo stabil që vjen në jetën tuaj, ashtu si elefanti që është një kafshë e madhe, tepër e vjetër historikisht, por paqësore në të njëjtën kohë, me shumë dije shpirtërore. Pra ju thuhet që do të vi çasti i duhur, por ju duhet ta lejoni këtë çast të duhur të vi në jetën tuaj, sepse jeni shumë në mendjen tuaj, jeni shumë në mendimet tuaja. Dhe tjetër gjë që ju thuhet, ju e krahasoni veten me njerëzit e tjerë. Krahasim, keqdashje, xhelozi, joshje. Është e kundërta e elefantit. Dhe unë mendoj që po ta shikojmë ky gjarpër, nëse i vetet e këmbët e elefantit, e pengon, e lëndon ardhjen. Sepse ju jeni konfuz, në këto momente jeni të ngatruar, në këto momente mendoni që nuk po arri gjërat dhe e helmoni veten tuaj, ose e bllokoni energjinë të jetë fluide në jetën tuaj. Unë mendoj që universi pikërisht në këto momente, ju që zgjodhët numrin të thash, do të ishte shumë sugjeruese që ju të bëni një lexim personal, sepse jeni në një periudhë që ju shoh konfuz, të ngatruar dhe kërkoni përgjigje. Pra nëse ju do të shihnit një filxhan apo do të takonit një mik apo do shikonit letra, ju do thonit pse jeta ime është në këtë formë, pse nuk më shkojnë gjërat. Pra do të keni gjithmonë pse në para çdo fjalie apo shqetësimi tuaj. Dhe nuk e keni kuptuar gjërat dhe ndjeni që keni një konflikt pas konfliktit, bllokim pas bllokimit, dhe thoni si ka mundësi që gjërat unë nuk po i zgjidh. Dhe në fakt letrat ju thonë që zëri apo energjia universale e universit ju flet që ju duhet të fokusoheni më tepër te qetësia shpirtërore juaja,
tek bota juaj shpirtërore, çfarë duhet të manifestoni në këto momente, ku duhet të fokusoheni, sepse bllokimet tuaja vijnë nga mendja juaj. Unë shikoj që mund të jeni xhelos ndaj arritjeve të njerëzve të tjerë, apo ndoshta ju mund të shihni veten tuaj sikur ka ngelur në vend numëror dhe nuk ka atë avancim apo mbështetje shpirtërore, dashurore, ashtu si kundër njerëzit e tjerë e kanë. Dhe kjo gjë ju lëndon. Ju duket sikur jeta juaj është goxha me rregulla apo me barjera dhe nuk ju lë të progresoni ashtu siç ju do dëshironit. Pra ju shikoj që e ndjeni këtë bllokim, sikur ndonjëherë thoni, kjo është karma ime, ky është fati im, këto janë gjërat që realisht mua fati më ka përcaktuar, dhe shihni si diçka që është e keqe dhe jo e mirë. Në fakt nuk ka asnjë gjë të keqe dhe të mirë, sepse gjithë kemi karmat tona që i kuptojmë. Karma nuk do të thotë ndëshkim, por do të thotë leksion shpirtëror, do të thotë diçka ka ngelur pezull në një jetë të mparshme dhe mësohet. Në leximet e astrologjisë indiane, kur unë bëj leximin e ascendentit për klientët që vijnë për lexim personal, aty shikohet edhe tendenca nga ka ardhur shpirti në jetën e mëparshme dhe çfarë ndikimesh ai ka në jetën aktuale, tendencat që të kërkoj gjërat. Pra aty mund të shihen dhe mund të jepen përgjigje të disa prej pyetjeve që ndoshta e shqetësojnë shpirtin tuaj në këto momente. Sepse unë shikoj gjarprin këtu që pickon, që është një xhelozi, që është një jo lumturi brenda shpirtit tuaj, një siklet. Shikoj pikërisht këtë grepin këtu që është tamam grepi që ka peshkun, por që në këtë rast ju ka kapur juve dhe ndiheni që nuk po progresoni. Pavarësisht se ka momente që ju e shihni një veten me fat, ka momente që e shihni që gjërat ju ecin, por ju mbyllen, nuk ju ecin mirë. Universi këtu dhe energjia shpirtërore ju thot mos u mërzisni. Asnjë gjë nuk është bardhë edhe zi. Thjesht është një periudhë në të cilën ka ngecur sepse ju i jepni shumë rëndësi evoluimit, emancipimit të njerëzve të tjerë, suksesin e njerëzve të tjerë, por në të njëjtën kohë edhe e krahasoni me fatin tuaj, me veten tuaj, çfarë njerëzit e tjerë kanë. Mendja juaj është goxha e mbi ngarkuar dhe ndoshta ju bën një lojë, një truk në këto momente. Prandaj universi ju thotë që mos dëgjoni zërat e jashtme apo zërin tuaj të brendshëm që në fakt nuk vjen nga shpirti, por vjen nga mendja, sepse ju ka bërë të jeni në një energji të kufizuar, të mos ta shihni veten që përparoni. Pra nuk është diçka reale, mos i besoni. Janë mendime të cilat thjesht vijnë nga frika dhe nga subkonscienca apo nga imitimi i formave të menduarit të prindërve apo kur ne kemi qenë të vegjël. Dhe kjo është momenti, pikërisht është momenti për ta hequr këtë ngarkesë emocionale apo le të themi jastëk, jorgan, do të quaj jorgan frike që vjen nga e kaluara jon. Këto kishit ju të numërite për nëse ju pëlqen ose jeni të interesuar për librin për lexime personale, ju lutem mund të më komentoni dhe sa ka rezonuar gjithashtu ky lexim për ju. Faleminderit që e ndoqët dhe patër këtë video deri në fund. Shihemi bashkë në videot e radhës deri atëherë. Miru takofshim.